Në qoftë se e njëjta makinë do herë pas here aksident, nuk është se është e thënë që të jetë faji makinës. Ndoshta do ndruar shoferi, se është patenta e skaduar e shoferit, nuk di t'i jap makinës. Nuk është ky problemi. Ky është një diskutim jashtëzakonisht i gjerë, i cili nuk komunikohet nga një ekran në tjetrin, nga një kronik lajmesh në tjetrën dhe palët merren vesh dakord. Mund të japin iden këta njerëz si përfaqësojnë vullnetin e shqiptarëve, teorikisht, si përkufizim, është gjithmonë më pak jo, nuk është kështu, por janë të tjerë njerëz të cilët do ta donin ta bënin një gjë të tillë. Unë kam konsultuar ekspert nga më të mirët e kësaj fushë. Çfarë thotë ekspertiza në një moment propozimesh si ky? Kush kishte flokë, kishte dëshirë t'i shkulte. Nga ekspertiza po flisim, për ekspertët juridik besoj. Dhe ishte një nga ato mënyrët, është një déjà vu e 2008-ës, që dhe këtu dalim në hallin e tretë dhe thelbësor të dy njerëzve që propozojnë një gjë të tillë, rritjen gjithmonë e më shumë deri në një masë kritike e njerëzve të cilët nuk besojnë as tek e majta tradicionale, le të themi, hipotetike, as ke djatha tradicionale hipotetike, gjithashtu, sepse nuk janë as e majt njëra, as e djathë. Vangeli, në qoftë se juridikisht nuk qëndron dhe nuk është përfaqësuese për natyrën e shtetit tonë, atëherë cili është qëllimi dhe objektivi i këtij propozimi, meqense jeni konsultuar me ekspertë juridik? Ka shumë të tilla, jo. Kjo që po ju them unë është politike. Përmendja e emrin në njërit që Kjo që po ju them unë është e tillë. Kjo që po ju them unë është e tillë. Kjo që po ju them unë është e tillë, është politik. Unë po jap këtu edhe mendim për ekspertin. Qoftë dhe politike, qoftë dhe juridike nëse qëndron. Për shkul flokët. Por janë 10 ramira. Ndërkohë që unë dal me emër mbi emër. Jo, del me emër mbi emër, unë mund të debatoj sa të duash. Ja, e debatojmë. Shumë thjesht. Ajo që po të them, një nga hallet e tyre është masa kritike e njerëzve të cilët nuk votojnë as të majtën as të djathtë, që edhe në mungesë të një alternative të fortë të qëndrueshme nga partitë e reja, prapa të morën diçka në kufirin e disa 10 ramira votave, 130 e kusur mijë vota. Pra mos është hileja te penalizimi i partive të vogla? Kjo i shuan, prandaj ju thash që është një déjà vu e 2008-ës. Si shuan. A do të rrisë kjo pragu? Sepse rritet pragu. A do të pamundsonte betejën për të vegjël? Më fal, që ta bëjmë debatin. Sepse rritet pragu me numrin. Si me numrin? Edhe një herë. Pragu është i lidhur me e para me sistem proporcional apo jo? Në 3 milionë. Me uljen e numrit të njerëzve të cilët na përfaqësojnë, rritet edhe numri i votave që duhet të kenë ata për të përcjellur pragun. Është kaq skele shko kjo gjë, e bërë në këmbë. Një lloj si të nga një stacion autobusi. Është ende në stadin e një propozimi zotëri. Pikërisht, po nuk hidhen shashka të tilla kot. Nuk hidhen shashka të tilla. Unë thash që në kryet e erës ma dekodoni pse. Unë jo më larg se dje ju thash, e kam thënë dhe herë të tjera. Republika e Shqipërisë ka një nevojë dëshpëruese të rishkruaj, të rihartoj kushtetutën nga e para. Sepse nuk është më ajo që është votuar me. Po ne po e riarnojmë. Ajo që nuk po e rihartojmë. Jo. Punët e pjesshme të lënë në mes të rrugës. Ajo që është votuar me referendum në 98 nuk ekziston më. E kanë mbyllur gozhd mbas gozhde në arkivol me ndryshimet, të cilat e kanë denatyruar atë. Pushtetet nuk janë të balancuara dhe nuk është fryma e asaj kushtetute. Mund të jetë gjithçka tjetër, por nuk është ajo që kanë vendosur shqiptarët në 98-ën. Kjo është e para. E dyta, dhe që kjo është pra politike. Shqipëria funksionon si një republikë kryeministrore. Duam apo nuk duam ne. Parlamenti nuk ekziston. Po mos drejt presidenciale zoti Vangeli dhe kjo është formula që mund ta afrojë atë. Faktikisht, prandaj pra do të dalë atje për koherencë. Ne konsiderohemi si republikë parlamentare, po parlamenti është thjesht një noter i pazëshëm edhe kur bën zhurmë i vullnetit të ekzekutivit dhe kaq. Dhe është mirë, prandaj është ju a thash edhe dje një gjë të tillë dhe po insistoj që ne të paktën të afrojmë realitetin me atë që është shkruar ose anasjelltas. Siç funksionojmë si republikë kryeministrore, le ta bëjmë një republikë gjysmë presidenciale dhe këtu zgjidhim edhe një pjesë të hallit. Dhe këtu edhim edhe një shashk tjetër pavarësisht se nuk e dim se cili është qëllimi drejt të cilit po shkojnë palët. I zgjedhur nga populli me mandat më të gjatë që ka dhe emrin Edi Rama. Sot Ndresa keni një replik? Jo, ideja është që se kemi shkuar larg, kam përshtypjen. Pse? Pra kemi shkuar një pikë që askush nuk e di.
Ne dim vetëm dy dhëna. Ju jeni Kemi shkuar larg me aludimet. Ne kemi të drejtësinë në stad propozimesh. Jo, nuk e kam. Ndoshta se dini ju, po unë e di. Kto që po ju a them i di. Unë di më shumë se sa ti. Ndoshta e dini të dy dhe nuk po e thoni plotësisht. Po tjetë puna për të peshuar, hajde ma të mi për atë punë. Po ti mund dish më shumë, po teorikisht për sa ko përfaqësoj një subjekt, teorikisht du di më shumë, por nuk ka rëndësi kjo. Rëndësishme është ajo. Zëri atje. Okej, e rëndësishme. Se u di edhe nga subjekti tjetër. E rëndësishme është që ka dalë në publik. Pra në publik, forcat dy krerët e forcave politike kanë marrë përsipër nxjerrin publik dy dhëna në të ekuacionit. Dhe këto dy dhëna nuk prekin asnjëri nga këto frikrat që zoti Vangjeli hollin tavolinë. Në këtë moment. Pse, zoti Ndresa, më shpjegoni për kuriozitetin tim dhe të publikut që u ndoqim, natyrisht edhe për partitë e vogla që reaguan të parat. Praktikisht, ulja e numrit të ligjvënësve, duke ngritur në këtë rast automatikisht pragun e votave që do duhet për të hyrë në parlament, nuk penalizon të vegjëlit? Jo, nuk është vërtet. Ma demontoni, pse nuk qëndron? Ja ta shpjegoj. Ulja e numrit të deputetëve nuk lidhet drejt për drejt me pragun. Sepse e para, nëse ulet numri edhe nëse do ketë senat, do shkohet detyrimisht, them unë, do të shkohet drejt një sistem proporcional kombëtar për dhomën e ulët. Pra dhoma ulët do ketë një sistem kombëtar proporcional, çka do të thotë që teorikisht i favorizon partitë e vogla. E gjithë çelësi i diskutimit. Jo, po flasim për Ramën. Jo, për ta ndihmuar bisedën. Për Ramën në 101. 101 pra. Pra për 101 pra. Pa senat. 101. Okej, atëherë e lëm senatin, nëse do ulen 101, atëherë do të zgjidhet, do kemi të njëjtin sistem. Pra do të njëjtin sistem. Nuk është diskutuar kjo. Po mirë, po teorikisht të njëjtin sistem. Nëse do kemi një sistem, këtu kemi një sekond patjetër. Jo, të lutem, jo. Ju lutem, le ta mbaroj gjën zoti Ndresa, më pas do t'ju dëgjoj se zoti Sulës ka folur ende për sonte. Se nuk është mirë të hedhim shashka, ju akuzoni se hedhin shashka, tani më shndroni tek 101-shja. Po, 101 me sistem rajonal siç është sot. Siç është sot, atëherë kur shkohet tek kodi zgjedhor, se nuk bëhet me kushtetutë kjo gjë. Aty çelësi i gjithë gjës është pragu që do vendoset me kod zgjedhor. Ne nuk e dim tani këtë diskutim, nuk është shtruar për diskutim se sa do jetë pragu. Po, por ky është një rrezik i cili qëndron aty. Kur të shkohet në kod zgjedhor. Në qoftë se qëndron ky sistem dhe atëherë penaliteti është aty. Rreziku absolutisht që qëndron në çdo gërm të çdo ligji që ndryshohet. Jo rreziku është, po mos është ky qëllimi, zotë Ndresa, ose një nga qëllimet e fshehura. Unë mendoj që para se të shkojmë ke qëllimet e fshehta dhe qëllimet e ngushta, unë mendoj që të shohim qëllime a ka të mirë publike në këtë propozim. Edhe unë jam i prirur të shoh. Ja ta shpjegoj. Cilën do prej tyre, cilën propozim? 101. Të gjitha që mund të qëndrojnë ai thonë. 101 në parim është absolutisht e mirë publike sepse bëhet proporcionale dhe bëhet shumë politike. S'është folur për ndryshimin e Jo, bëhet proporcional numrit. Proporcional përfaqësimit. Ja afrohet numrit popullsisë. Numri i popullsisë me ligjvënësit. 10.000 banor mund të nxjerrë një deputet. Nesër do ketë 30-40.000 teorikisht, pavarësisht se janë as janë mi. 20.000, po them. 3.600.000 e ca mi jemi. Po mund si futem shifrën. Dakor, sa dush ti e lëm, po është 3 fishë. 25.000. Pra është 3 fishë i banorëve që voton një deputet. Çka do të thonë që deputeti bëjnë më të fortë? Cila është vërtet? Mëse është aritmetik, është pjesim. 3.600.000, pjesim për 140, i bie diku ke 25, i bie 25.000. 3.600.000, pjesim për 100, i bie diku ke 35. Po, është më madh, është më vogël. Po nuk është 3 herë më e madhe, më 25 nuk është 3 herë më e vogël se 36. Po mirë, sa dushti, sa dalëm? Është më madhe. Edhe një herë, ju korrigjova, ju thash, nuk është 3 herë. Po mirë, dakord, është ai sa është, po është më e lartë. Se të ishte 3 herë mund të kishte ndonjë sens. Jo, nuk është. Është më e lartë. Por zotë Vangjeli nuk bën sens diferenca. Jo, ka sens diferencë, sepse 40 deputet ikin, pra 40 deputet, dhe kjo shpërndahet, kjo forcë politike, kjo, le të themi, profesion politik shpërndahet kjo 101. Çka do të thënë që është më e lartë, është edhe më politike, është edhe më pak e kontestueshme, sepse në vend që ti të marrësh. Si bëhet më politike parë? Më politike në kuptimin që përfaqëson më shumë njerëz. Pra, edhe votën e merr në mënyrë më politike. Sa më shumë ta kesh thesin e numrit njerëzve të cilët ti do t'i kërkosh votën, aq më politike bëhet. Aq më vështirë bëhet të dorë me tonë të tjera. Oferta japin dy kryetarët. Oferta është po peshkohet në ujëra të tjera apo jo? Po janë po se duhet folë me një që e provon në terren, ta unë kam kërkuar vota në 12.000 njerëz, do ta kërkoj këtë votën në 17.000 njerëz. Çfarë diferencë ka kjo? Sigurisht se 5.000 vota janë pak. Po çfarë diferencë ka kjo? Diferenca është se do politik rritje e pragut. Okej, ty nuk të përbën diferencë. Po jo mos e thuaj. Unë të kërkova arsye. Mirë, shihni nga këndet të ndryshme këta analizë. Ju më thoni e bën më politike. Unë po ju them jo.
Po mirë, më dakord, ti mund të thush në fakt ju e pyetët pse nuk e bën më politike. Unë s'po them që ti mund mos thush jo, ti mund thush jo gjithë natën. Çështja është ta them unë të. Unë ta mbush me unë po flas për të mbush me një ty, unë po flas për të mbush me një aty që dëgjojnë. Jo, dialogoni por dëgjojmë njëri tjetrin deri në fund. Do të ndrejta mbyllën e deri në fund. Tani, edhe ajo që po them, pra, në këtë kuptim bëhet me politike. Sa më i ulët jetë numri, aq më politike bëhet, në sensin që përfaqësimi është më i lartë.